Engelet, autoriteti dosjeve tash ka nxjerr ligjin e fundit që ti, personi që ka qenë i përndjekur nga sigurime me dosje 2A, ka të drejtën që të mësoj bashkëpunëtorët që kanë punu. Po e di se jam një nga propozuesit e këtij projekti. Faleminderit që e pas ke propozuar, se në fillim i fikshin emrat. Po. Tash unë nuk do t'i kallëzoj gjithë emrat, sepse nuk do të ngarkoj njerëz që fundja fundit as janë marrë me politikë, as kanë bërë ndonjë gjë. Është drejt të ndodh kështu. Po. Bëhet fjalë vetëm për ata njerëz të cilët kanë marrë një post publik. Po një njeri si Mark Topollaj, me pseudonimin Fani, ja ku e ke, me pseudonimin Fani, regjizori kinostudios. Ky njeri, për dalë kjo që thash në fillim kush e krijoi Partinë Demokratike, ky krijoi Partinë Demokratike të Kinostudios. Dhe kështu ke shumë të tjerë dhe që krijuan Partinë Demokratike në Tiranë. Janë 7 dhe disa ne i majmë dhe si heroj sot. Pra, kjo lloj mungese e transparencës dhe kurajës për të ballafaqur me të vërtetën, as për të ndëshkuar më njëria se, por që krijon një bosh të moral në shoqërinë tonë. Dhe ne këtë bosh moral nuk e kemi se kemi bërë transparencën. Dhe prandaj sillemi edhe sot, sot nuk janë dosjet e sigurimit, po janë dosjet e korrupsionit. Që janë bërë mullar. Dhe nuk kuptoj, dhe këtë ma spjegoni ju, se ju keni qenë zyrtar i lartë i shtetit, si ka mundësi këta njerëz që kanë bërë para me korrupsion, qoftë sot qoftë dje, e përshfaqin luksin e tyre pa asnjë lloj tundimi dhe pa asnjë lloj fryke që njeriu domethënë luksin me makina, me dreq, me gjithë njën. Dhe për të kapur rastin e fundit të Josefina Topallit, ju trashëgoj fëmia, përse duhet bëjë dasëm në Romë, në Vatikan, çfarë do të shfaqësh ti? Çfarë unë nuk po hyj tash për të tu paret asaj, por unë po të jemi si qytetar, kam drejtë të them asaj, kush që je ti që flasësh mu për shtresat e varfra? Ti që paske këtë pasuri me bo këtë luks, a ke bo një ambulancë, a ke bo një spital, në qoftë se ti ke pas prona zoj, pse si mora pronat unë dhe i more ti? Po kap një rast, ke të tjerë deputet, që ti di më mirë pasuri që kanë dhe makinat që qarkojnë. Nuk është e me thënë të drejtën. Në fakt, ajo çfarë the, unë nuk kam që shtoj asaj çfarë the për pjesën e parë. Krijimin e Partisë Demokratike. Janë faktet. Dhe besoj që është nga të pakta të parë, nga të 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kur thuhet një gjë kjo është 9, 10, 11, 12, 13 bashkëpunëtorë që kanë çuar materiale për mua. Po. Dhe një nga ta ka krijuar seksionin e Partisë Demokratike. Seksionin e Partisë Demokratike. Dhe kjo është fatkeqësia, është njëra nga fatkeqësitë. Fatkeqësia më e madhe, do të them përsëri, është fakti që shoqëria shqiptare nuk e kaloi dot testin moral të kujtesës dhe të pendesës. Po. Janë të rëndësishme këto. Kjo pastaj na ka çuar në historinë tjetër që edhe çështjet e të korruptuarit nuk është një ves, nuk është ka që i qortueshëm. Prandaj, përkundrazi, tashmë është kthyer edhe në status. Po. Është kthyer edhe në status, se s'mund të jesh në politik dhe nuk del i pasur. Kush është në politikë që nuk është i pasur, me shumë gjas do të jetë budalla. Do të jetë budalla. Kështu thonë për dashin që ka njëri ala me apartamentin e ndërrogjit. Po që edhe për ballë do një budalla tjetër është. Ai kuptoj. Në këtë pjesë, e pra, shisi janë përmbysur vlerat. Bravo, nuk ka raport vlerash më. Ka raport vlerash. Dhe kjo mungesë të raportit vlera tregohet sot në këtë parlament që ke. Pikërisht pra. Tash është e rëndë që parlamenti i 92-shit nuk po flasim atë indoktrinimin anën ideologjike kujt i takon se gjithë nga ajo parti do. Nga një pjesë. Jo, gjithë nga gjakrat e ka thonë na golli, nga gjakrat e partisë punës do të gjithë. Shumë e vërtetë. Po, por kishin disa vlera. Pra ishin njerëz që dinin bisedon, kurse sot tani nuk do jo për janë anonim, 18 që janë anonim. Njëna që hyni nga kjo partia llapat, ajo duhet filloj me abetaren. Ajo duhet filloj me abetaren. Nuk ka lidhje fare, po jo vetëm ajo, se ndoshta është më e pafajshme. Po. Është më e pafajshme. Po jo, ato janë njerëz shumë mirë, më nuk i gjykoj fare. Jo, po flas në aspektin politik është një aksident. Por më rënd është situata tek dy partitë e mëdha, ku siç e thash, mos u bër fare i bezdisur, nuk ka vetëm dy njerëz, dhe pjesë tjetër janë një grup
një repart ushtarak që as mendojnë, as reagojnë, gjithmonë më tepër edhe niveli intelektual bie. Ja, pa. Bie. Dhe kjo është ajo se çfarë po ndodh. Më pyete sa mandate 2,5, domethënë nga 2009-2013 i pari, pastaj pushim, pastaj 2017-2019 dhe i fundit ky tani. E pra, edhe nga 2009 edhe këndej, e kam parë me sytë e mi se si ka rënë gjithmonë më tepër niveli i Parlamentit shqiptar. Jo vetëm në aspektin intelektual, edhe aty, por edhe në identitetin. Identitet, njerëz pa identitet. Tani janë njerëz pa identitet. Pa identitet. Po janë shumë mirë, por nuk kanë ai se nuk mund kanë për interesin publik janë zero. Si thot Napoleon Bonaparte, çdo kush ka drejt bëhet general, por nëpërmjet skeptrit. Pikërisht pra ku i kanë betejat? Zero. Zero, do ka rënë koncepti, or ka rënë edhe koncepti i vetë qortimit. Asnjë nuk ndjen përgjegjësi, qoftë në njërin apo tjetrën palë, për aktet që kryejnë, për përgjegjësinë që kanë. Kështu që kjo është gjithmonë më e keqe si situatë, me thënë drejtën në parlament, dhe kjo pastaj përkthehet edhe në gjendjen e demokracisë në të vend.